Të nderuar teleshikues, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe ja sërish po takomi me programin Në hijen e Ramazanit. Kësaj radhe është tema mjaft tërheqëse dhe ka të bëjë me edukimin në frymën islame. Pikërisht për këtë temë kemi të ftuar Efendiun Enis Rama, hoxh i nderuar dhe shumë i respektuar. Mirë se erdhët, Efendi. Mirë se gjejë, faleminderit shumë. Faleminderit që ju përgjigjet ftesës tonë dhe shpresojmë që teleshikuesit do të kënaqen me atë që do t'ju ofroni. Pasi e tham se tema ka të bëjë me edukimin në frymën islame, në fillim kisha dashur që të na sqaroni çka është edukimi, çka ne kuptojmë me fjalën edukim. Fillimisht ju falenderoj për ftesën dhe me kënaqësi kam ardhur dhe ju uroj për aktivitetet dhe për gjitha punët që i bëni në shërbim të komunitetit. Ndërsa se përket edukimit, padyshim se është një nocion që tingëllon këndshëm veshin e çdo kujt prej neve. Çdo kush e synon edukimin pavarësisht pastaj a arrin apo nuk arrin. Mirë po si nocion dhe si koncept jasor është padyshim i domosdoshëm. Se përket një definimi të shkurtë të edukimit, unë kisha më ik atij definimi akademik dhe shkencor. Kisha preferuar që me definu kështu praktikisht, domethënë kuptimin funksional si nocion dhe si koncept, dhe konsideroj që edukimi është një proces i vazhdueshëm, i cili synon që përmes kuptimeve të caktuara, udhëzimeve të caktuara, të formojë njeriu dhe ta bëjë të aftë për jetë, ta bëjë të aftë që të realizojë synimet të caktuara madhore në jetën e tij, ta bëjë produktiv për shoqërinë, edhe të rregullon raportet e tij me vetveten, me krijuesin dhe me rrethin që e rrethon. Andaj është një proces është i vazhdueshëm i cili përfshin shumë anë të jetës së njerëzit. Por sa i përket fesë tonë islame, çka ofron për këtë proces, për këtë veprimtari? Islami është fokusuar shumë në aspektin edukativ, nga se e konsideron një pjesë të rëndësishme të formimit të njerëzit dhe është treguesi kryesor i funksionimit të teorisë. Do të thotë Islami ka me rregulla, ka ardhur me udhëzime, ka ardhur me mësime dhe treguesi se këto mësime po funksionojnë si duhet te individi, treguesi të kësaj është edukata e këtij njeriu. Ajo që ka të bëjë më tepër me reagimet e tij, që ka të bëjë me kontaktet e tij, me komunikimin e tij, me sjelljet e tij e kështu me radhë. Në Kur'an përmendet fjala edukat jo me nocionin bashkëkohor tash si është, por më tepër i afrohet fjalës tezkie, që në kuptojnë dhe pasrimit të brendshëm dhe zbrazët njeriut nga gjitha ndikimet e jashtme negative, duke mbushur pastaj njeriu me atë që është pozitive dhe të duhur. Nga njeriu gjatë udhëtimit të tij në kësaj bote i nderuar Efendi, ndikohet, njeriu është krijesë e tillë që ndikohet, shumë faktorë ndikojnë tek ai. Dhe këta faktorë ose e formojnë ose e deformojnë njeriu. Andaj Islami synon që njeriu ta zbrazë nga gjitha ato energji negative, nga ato nocione dhe kuptime të dëmshme që e kanë deformuar mënyrën e menduar të tij, e kanë deformuar mënyrën të foljes të tij, komunikimit të tij, po dhe veprave të tij, që pastaj ta mbush me kuptime të duhura që e bëjnë njeriu të formuar si duhet. Dhe ajo që është e veçantë në këtë aspekt është se Islami me konceptin e tij edukativ e formon njeriu në kuptim të plotë dhe të matur dhe të kompletuar. Do thotë ne si njerëz nuk komunikojmë vetëm me vetveten, nuk komunikojmë vetëm me aspektin material, por komunikojmë me shumë anë. Ne kemi komunikim të veçantë me Zotin Xhelal Xhelalu. Andaj na duhet një edukat e veçantë e komunikimit me krijuesin ton. Dhe Islami këtu ofron një tërësi udhëzimesh të kompletuara. Pastaj njeriu ka shi vetvetes tij, prindve, madje edhe botës bimore dhe botës shtazore. Prandaj ka shumë gjëra që Islami ofron në këtë aspekt, por ajo që kisha më veçuar këtu është e kompleton njeriu në kuptimin e tij të formimit të duhur, e para dhe e dyta e mbron në mënyrë të efikase nga çdo tendencë e deformimit të tij në gjitha fushat e jetës së tij. Do thotë e burrënon me gjitha aspektet. Patjetër e bën të gatshëm për jetë dhe e bën një individ produktiv. Do thotë sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Besimtari vërtet është ai që të tjerët janë të sigurt nga gjuha dhe nga dora e tij. Do thotë është një individ që të tjerët nuk kanë frikë prej tij, nuk kanë rrezik prej tij, janë të sigurt nga gjuha e tij. E gjuha mund të shkaktojë probleme të shumta, edhe në dezinformim, edhe në keq informim, edhe në keq interpretim, edhe në bartje fjalësh, edhe në shumë tjera. Andaj e siguron
komunitetin se ky besimtar tashme i formuar me mësimet e shpalljes është një person që mund t'jeni të sigurt nga gjuha e tij. Nuk ju gënjen, nuk ju mashtron, nuk flet pa dije, nuk flet para që s'ka kompetenca, nuk përgojon, nuk lëndon, nuk nënçmon, nuk përbuz e kështu me radhë. A mundi më thonë që ja edukon gjuhën edhe? Patjetër. Unë e përmenda se nga veçoritë e edukatës islame është se është një tërsi udhëzimesh që e kompleton individin në brendinë e tij, në gjuhën e tij dhe në veprat e tij. Me një fjalë, në këtë proces edukativ e tërë qenia e njeriut është e përfshirë. Duke mos në asnjë aspekt të anashkaluar. Dhe qëllimisht e përmenda domethënë termin i kompletuar dhe i balansuar. Është një tërsi udhëzimesh që e balansojnë këtë proces dhe e kompletojnë individin që të jetë i gatshëm për të dalë tash në mejdan e jetës dhe për të dhënë atë që është e kërkuar prej tij. Po, cilat janë ato karakteristikat që karakterizojnë edukimin islam apo edukimin në frymën islame dhe dallojnë nga edukimet tjera tradicionale, shkollore këto me radhë? Ajo më e rëndësishme që konsideroj se duhet me përmend është se tërësia e udhëzimeve islame për edukimin e individit nuk ndërtohet në eksperimente, nuk ndërtohet në përvoja. Ajo ka bazë hyjnore. Allahu xhallahu ala është krijuesi i njeriut, ai e njeh më së miri. Dhe ai ka dhënë këto udhëzime që nga fillimi. Andaj këto nuk i nënshtrohen eksperimenteve, përvojave që plotësojnë njëra tjetrën. Çdo koncept tjetër edukativ i nënshtrohet kësaj që përmenda. Mund të provohet një teori e caktuar, dëshmohet si e dështuar, provojmë tjetrën e kështu me radhë. Andaj më tepër ka karakter eksperimental. Çdo nocion dhe koncept tjetër. Për këtë islamit ka karakter hyjnor. Allahu xhallahu ala thot ala ya'lamu man khalaq, si nuk din ai që ka krijuar, e din gjithsesi. Allahu din çka i duhet njeriu, si kompletohet njeriu, me çka do të ballafaqohet njeriu, çka kërkohet për njeriu, si të jetë produktiv, i dobishëm, çka rrezikon njeriu, faktorët e deformues njeriu, e kështu me radhë, gjitha këto Allahu i din. Dhe mbi bazën e dijes së tij dhe mbi bazën e urtësisë së tij i ka shpall udhëzimet e duhura për edukimin e njeriut. Prandaj e veçanta që nuk ekziston të asnjë koncept tjetër edukativ, e që ka Islami është baza hyjnore, udhëzimet hyjnore që janë me karakter tash hyjnor e para dhe e dyta janë me bindje të plotë. Ne kur zbatojmë rregullat islame për edukimin, ne realisht zbatojmë rregulla që nuk testohen, nuk kanë nevojë për testim dhe nuk kemi frikë fare në efikasitetin e këtyre mësimeve. Nga se nganjëherë ti mund për shembull ta marrësh një terapi dhe ta përdorësh një kohë edhe ki dyshimin e efikasitetit nuk e din se ku do del, nga se është hera parë që e provon. Ne nuk kemi frikë nga kjo, nga se efikasiteti i mësimeve hyjnore është i dëshmuar sheku me radhë. Shikoj për shembull pejgamberi alayhi salatu wasalam në çfarë shoqëri u dërgua. Në shoqëri është thurur, e acaruar në raporte mes vete, e kështu me radhë me ato që dihet apo. Mirë, po për një kohë shumë të shkurtër, rekorde çfarë i nxorri njerëzimet. Njerëz që liruan njerëz nga robnia e njeriut, nga robnia e traditave pagane, idhujtare, nga besujtjet e lloj-llojshme, e bën njëri me vetë formuar që bota krenohet me atë periudhë të historisë njerëzore. E hapi shkencën, e hapi dijen, lidhi familjet mes vete, luftoi dukurit negative e kështu me radhë. Prandaj ne kemi edhe në aspektin teorik dëshmi për këtë, por në aspektin praktik kemi dëshmi për këtë se këto mësime janë efikase, janë dobishme dhe nuk i nënshtrohen eksperimenteve se nuk kanë nevojë nga se kanë karakter hyjnor. Do thotë janë zbatuar plotësisht, prandaj nuk kanë. Po, edhe kemi për këtë domthonë shembull ne kemi, po për këtë. E dyta që kisha më përmend këtu i nderuar efendi tek veçoritë e konceptit islam të edukimit është se është ajo që përmendëm më herët i kompletuar. Domethënë, ne gjejmë sot koncepte të ndryshme për edukimin e njeriut, por që ndoshta kanë më tepër karakter spiritualist. E na shkalojnë aspektin material, aspektin fizik njeriut të jashtëm. Ka të tjera që janë shumë materialiste e që fare nuk janë spiritualiste. E kështu me radhë. Nuk mbajnë balans. Nuk ka balans. Ose për shembull e shohim se e fokusojnë mundin dhe përpiqen në një aspekt caktuar, mirë po në dëm të aspekteve tjera. Ne shohim se Islami është shumë i balancuar, shumë i kompletuar në këtë aspekt. E bën të kompletuar në raport me Zotin e tij, në raport me vetveten, në raport me shoqërinë, me familjen, me rrethin, me natyrën, me botën bimore, botën njerëzore, kjo nga një aspekt. E dyta, te kjo pikë është se është i balancuar. Pra nuk shohim në Islam se i jep shumë prioritet për shembull një aspekt edukativ për të dëmtuar aspektin tjetër.
Mirë po, secili e përkrah tjetrin, e suporton tjetrin duke balansuar kështu të formimin e njeriut. Nga se procesi edukativ, nëse nuk është i balansuar, mund të eskalon ndonjë ekstremizëm caktuar të dëmshëm tek njeriu, e që pastaj njeriu ndoshta mund të jetë i veçantë në një aspekt, por i dëmshëm në aspekte të tjera. Ne për shembull kemi nderuar shembull më të mirë tek dietarët tanë. Për shembull e kam përmend disa herë se ne kur marrim shembull dietarët tonë, ta marrim për shembull imamin e madh, dietarin e Imam Abu Hanifa rahimullah për shembull. Nëse shikon në dije është i kompletuar. Nëse shikon në adhurim i kompletuar. Nëse shikon në korreksin tregti i kompletuar. Nëse shikon familje i kompletuar. Nëse shikon në raportin me tjerë i kompletuar. Do thotë, shikoj se Islami e ka kompletuar nga të gjitha anët. Për dallim nga shumë dietar për shembull që kanë kontribuar në shkencë, i gjejmë të kompletuar në aspektin shkencor, por nëse shikojmë ka aspekti i tyre moral kanë me të vërtet deformime serioze, kanë ndjecje. Nëse e shohim për shembull kuptimin familjar, e shohim se ka problem. Do thotë një shkencëtar bashkëkohor, madje ndoshta edhe kohët kaluara, nuk mund të shërbejë si model i duhur edukimit. Nga se nuk është i kompletuar nga të gjitha anët. Për dallim nga ata që kanë pi nga burimi hyjnor dhe janë kompletuar nga udhëzimet e shariatit. Gjithashtu ajo që është më e rëndësishme përmend këtu është se Islami me konceptin e tij edukativ mbjell të njeriu një frym optimiste. Do thotë, përkundër ndoshta problemeve që mund të ketë njeriu, tmetave që mund të ketë, sfidave që ballafaqohet me to në përmirësim e sipër, Islami vazhdimisht e inkurajon se ja del me lenë të manduar. Ne e shohim në udhëzimet e Islamit se njerëzit për shembull nga fundrinat e krimit kanë dalë në majet e devotshmërisë edhe formimit të duhur. Prandaj Islami nuk lejon njeriu që ta zhgënjen mëkati, nuk e lejon njeriu që ta demoralizojë e keqja apo emet e tij. Vazhdimisht e inkurajon se e tëra është e mundshme momentin kur ti kapesh për Zotin e manduar në të mbështetesh dhe ndjek udhëzimet e duhura. Andaj kjo është ajo që e përbën në pika të shkurta atë pjesën karakteristike të mësimeve islame, e shumë tëra që mund të përmenden, për shembull edhe mos të harret të përmend është edhe aktuale. Domthonë shikozimet islame çdo kohë aktuale edhe me diskursin kohor, po aktuale edhe me natyrshmërinë njerëzore. Domthonë njeriu gjithmonë është në raporte miqësore me këto mësime. Asnjë udhëzim islam edukativ nuk bie ndesh me ndonjë kërkesë në tërmet të njeriu. Absolutisht. E disi e ke pa njerëz kur ndonjë për islamin, sikurse kanë dëgjuar diçka më herët për këtë. Po më duket diçka si e njohshme. Jo që e kanë dëgjuar më herët, po natyrshmëria është e tillë dhe tashmë ka një komunikim miqësor me mësimet e caktuara, tashmë bën përputhjen e mrekullueshme. Patjetër. Ne faktikisht është një deklaratë e sociologëve që thonë se njeriu është ai që ndërton edukimin dhe edukatën. Por ju e thatë vetëm se do thotë edukata faktikisht sipas mësimeve islame siç na thatë më parë, do thotë është e bazuar në mësimet hyjnore dhe në shembull konkret të pejgamberëve apo jo. Patjetër, ndërsa njeriu është krijesë komplekse o gjeni, sikur që e dini ju. Nuk është lehtë njeriu të deshifrohet, nuk lehtë të punohet. Shikoj për shembull vetëm ana organike e njeriu sa është e komplikuar. Sa i duhet shkencës me shekuj dhe ende janë në zbulim e sipër të disa aspekteve të caktuara që kanë bëjmë me aspektin organik të njeriu. Edhe pse është e prekshme, edhe pse është e kapshme, edhe pse është e dukshme, megjithatë është e komplikuar. Çfarë të merrni me atë anën që nuk duket, nuk preket, apo që ka të bëjë me emocionet e njeriu, që ka të bëjë me bindjen e njeriu, që ka të bëjë me gjitha atë pjesën e brendshme tepër misterioze, tepër të fshehtë njeriu, kush e qet pa atë. Cili është ai mikroskop që na i shpërfaq gjithë ato? Absolutisht nuk ka. Përveç asoj që Allah tha, ela ya'lamu man khalaq. Veç ai që e njeh njeriu, ai që ka krijuar njeriu, ai që e sheh në detajet më të imta çfarë ka në brendin e njeriu, ai që i din pritet njeriu dhe ai pikërisht është i cili ka zbritur mësime. Prandaj Allahu xhallahu ala në Kur'an shpesh përmend për shembull innahu kana zaluman jahula. Njeriu është ignorant, njeriu është i padrejt, njeriu për shembull është i ngutshëm, u khuliqal insanu ajula, Allahu thot, njeriu është i krijuar i ngutshëm, nxeton, e vjen një sprov, mendon se kjo është fundi i tij, çfarë po ndodh dhe pse kështu, nuk e din se ai është ndoshta një pako që brenda saj është një hedije për të, po i ngutshëm, posa ta hapat pako e sheh hedije brenda saj, thot, o guta, pse thësha kështu, pse bësh kështu. I thësh njeriu, para më vetë ti nuk e njeh, lëre më dikush të ta njeh. Prandaj njeriu ka nevojë për dikë që e njeh më së miri, që mos të bredh, mos të humb kohë, nga se jeta është e shkurtër, ndërsa edukimi është proces i vazhdueshëm. Dhe ndoshta mund të vdesim të përfshirë këtë proces.
në procesin e përmirësimit të vazhdueshëm. Nga se sikur që përmenda, jo që vetëm kemi nevojë për formim në kuptimin esencial, por ne kemi nevojë edhe që ta ruajmë këtë formim nga faktorët e ndryshëm që në bazat përditshme rrezikojnë formimin tonë. Prandaj nuk ka të ndalur edukimi, ka shumë sfida, ka shumë probleme dhe mbi gjitha thash njeriu i duhet një mbështetje fuqishme në Zotin e tij dhe një siguri në mësime që është duke i zbatuar që ai pastaj lërshëm të dorëzohet të mësimeve dhe të ecë në këtë proces si duhet. Po ndalemi te edukimi në frymën islame. Thuhet se edukon fëmijën 20 vjet para se të lindë. Si mund ta kuptojnë? Sepse shumë kush jep komente të ndryshme. Si sqaroni këtë? Edukimi i fëmijëve është një pjesë të rëndësishme e tërësisë së udhëzimeve islame për edukimin dhe mbi gjitha është përgjegjësi e prindve edukimi. Edhe pse sot fatkeqësisht ne shohim që njerëzit preferojnë që të autorizojnë të tjerë për edukimin e fëmijëve. Prindë janë të zënë, nuk kanë kohë për edukim të fëmijëve dhe pastaj hudhin fajin shkollave, hudhin fajin rrugës ose tentojnë që të kompenzojnë përgjegjësinë e tyre për edukim, për shembull përmes mjeteve të caktuara, pajisjeve të caktuara teknologjike kështu me radhë dhe padyshim se gjitha këto nuk e japin rezultatin e duhur për shkak se prindi mungon. Aty ku mungon prindi nuk mund të ketë proces të suksesshëm edukativ. Nuk është prindi faktori vetëm edukativ, padyshim duhet të inkuadrohen edhe faktorët e tjerë që e përkrahin dhe e suportojnë përpjekjen prindore. Mirë po, në qoftë nga ky proces i edukimit, prindi largohet, rrihet, nuk mund ta zëvendëson askush, domthonë rolin e prindit. Për këtë arsye dhe është thënë se fëmia i edukuar realisht vjen nga prind të edukuar. 20 vite përpara do të thotë një nën e edukuar në familje të edukuar është e gatshme që njëse të edukon dikë. Një proverb arabe thotë faqidu shay la yuti, ai që nuk ka nuk mund të jap. Prandaj njeriu që është i varfër nuk mund të jap zakat, se ka borx fetarisht me dhon zakat. Absolutisht. Andaj ai që nuk ka edukat për vetë si mund të jap dikujt tjetër. Dhe duhet ta kuptojmë prindin se fëmiu është një njeriu përgjithsisht, po dhe fëmiu në mënyrë të veçantë specifike është krijesë me të vërtetë shumë interesante dhe komplikuar. Funksion mbi baza shumë për neve të çuditshme, abstrakte dhe misterioze. Ai vjedh prej teje, ai merr prej teje në kohërat, në mënyra, në situata kur ti farru të mërmendje. Dhe pikërisht ajo që ai merr prej teje është ajo që do të ndikon taj më shumë se ajo që ti jep atij. Do të thotë, fëmiu edukohet mbi bazën e vullnetit të tij, jo mbi bazën e mësimeve tona. Imponimit. Normal. Prandaj edhe kam përmend disa raste të caktuara se nuk duhet prindrit që procesin e edukimit ndaj fëmijëve të tyre ta bazojnë vetëm mbi bazën e autoritetit prindnor. Unë jam baba, ti më dëgjon mua. Unë jam nona, ti më dëgjon mua. Autoriteti ka ndikim. Padyshim në edukim. Duhet të ketë autoritet për të respektuar mësimet. Mirë, po nëse prindit nuk kanë çfarë t'i japin fëmijëve tjetër, përveç se autoriteti është e pamjaftueshme. Do të jenë shembull, do të kenë mësime të duhura, do t'ia dëshmojnë fëmijës se e njohin jetën, i njohin problemet, andaj nga përvoja po sillin këto mësime, nga dija po sillin këto udhëzime dhe këto këshilla të caktuara. Nëse fëmiu e nuhat një jo gatishmëri prindnore për të edukuar fëmijën e tyre. E nuhat se prindërit e tyre janë të humbur në kohë dhe hapësirë për edukim, ata do të kërkojnë alternativa tjera e që jo rrallëherë këto alternativa mund të jenë shumë të rrezikshme dhe pastaj gabimisht të përcaktuara, sikur është tash rruga ose mediume të caktuara ose çfarë do burimi tjetër që realisht më tepër deformon se formon. Prandaj prind duhet që ta kuptojnë se nuk është fëmiu vetëm për të kënaqur me të, për të luajtur me të, nuk është fëmijë vetëm sa për të kënuar me të, por para së gjithash Islami thotë ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruani veten e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Është përgjithësi. Dhe Aliu radhiyallahu anhu kur ka komentuar këtë ajet ka thënë si të ruajmë me kanë pyet, si më ruajt fëmijët tonë nga zjarri i xhenemit kanë allimuhum wa adibuhum. Mësoni mësim të duhur dhe edukoni edukat të duhur. Edukat me shpirt. Patjetër. Edukimi fetar sa mund të jetë efektiv në parandalimin e degenerimit dhe përhapjes së dukurive negative, është fjala në tërësi e shoqëri. Normal, edukimi zotëm nuk ka punë tjetër pas që jo, është fjala edukimi fetar sepse tash janë futur nëpër shkolla, lloj-lloj edukata që po i është edhe e vështirë ta themi. Se i kanë emërtuar me terminologji shumë të vrazhë.
Po faktikisht kur është fjalë të edukimit fetar, sa mund të jetë efektiv nëse ai përfshihet në jetën e përditshme të shoqërisë. Gjefende, unë e përmendëm më herët se karakteristikë e edukatës islame është, do të thotë, kompletimi. Dhe ajo që ne e shohim sot në shoqëri është pikërisht mungesë e këtij kompletimi. Për shembull, ne shohim se prindrit realisht kontribuojnë në gjymtimin e fëmijëve të tyre. Dhe ky gjymtim pastaj edukativ vazhdon të rritet dhe të thellohet pastaj edhe jashtë pragut të shtëpisë së tyre. Si ndodh ky gjymtim? Ndodh për shembull kur prindrit, domethënë, fokusin e tyre te kujdesit fëminor e ndërtojnë mbi bazën materiale. I blejnë libra, këto është okay, në rregull, i blen tesha, i blen ndoshta Sony PlayStation me lujt ato që luajnë, apo i blen në rregull në gjitha këto, nëse janë brenda suazave të kontrollit dhe mbikëqyrjes së duhur. Mirë, po kur bie fjala për atë pjesën tjetër të mbjelljes së vlerave të duhura, për shembull të mbjellin tek fëmijët e tyre drejtsinë, urrëtin e padrejtisë, të mbjellin tek fëmijët e tyre për shembull sinqeritetin, vërtetësinë, bujarinë, të luftojnë kooperacinë, faljen, duke luftuar arrogancën dhe hakmarrjen, mëshirën, duke luftuar dhunën e kështu me radhë. E ky aspekt pastaj mbetet disi i pakompletuar nga ana e prindve dhe vazhdon të mos kompletohet edhe në anën e procesit mësimor. Normal. Dhe përderisa tash e ki një njeri por funksionon me kapacitet minimal. Si ka mundësi me qenë produktiv? Për shembull, nëse njëri është në punë, edhe është i smut, nuk shkon në punë. Ajo që ka vdek, ajo është i gjallë. Pse lirohet nga puna? Pse nuk vjen punë? I smut për shkak se nuk ka aftësi shëndetësore për ta dhënë kapacitetin e tij maksimal. Nuk është e mundshme. Andaj lirohet nga puna. Thjesht një smun, një dhimbje e përjashton nga procesi i punës para mëna. Po para kur dikush jo që ka dhimbje dorës apo të këmbës apo të kokës, por aty i rënkon shpirtin nga gjitha anët, për shkak se është i lënduar, i plagosur, i gjymtuar nga çdo aspekt. Edhe tash si mund të jetë ky aft për tregun e punës, për tregun e shoqërisë, për komunikimin, është e pamundshme. Nga sa ai futet në treg, domethënë me tendencën e hakmarrjes, me tendencën e mashtrimit, me tendencën e manipulimit, e shtirjes, dyftërsisë, e shumë vesëve të tjera të këqija negative. Dhe kur këtë situatë kemi parasysh me këtë analizë të shpejt, atëherë e shohim se udhëzimet fetare janë ato të vetmet, të cilat këtë gjymtim e kthejnë në shëndet. Këtë deformim e kthejnë në formim. Këtë rrezik që njeriu është tash potencialisht i rrezikshëm për shoqërinë e kthen në jetë të sigurt. Sikur që përmenda pejgamberi më tha, besimtar është ai që është i sigurt. Njeriu tjetër, shoqënia është e sigurt nga dora e tij, nga gjuha e tij. Dhe këtu nuk do të thonë që vetëm nga gjuha dhe nga dora e tij, por njeriu kryesisht komunikon me botën jashtë me gjuhë, ose flet ose godet. Ai ose flet ose godet. Ai ka edhe mënyra tjera me bodëm, po këtu janë ndoshta mjetet kryesore. Edhe kur ne jemi të sigurt nga gjuha e tij dhe nga dora e tij, do jemi të sigurt nga çdo gjë tjetër që ka të bëjë me njeriu. Prandaj është e dëshmuar edhe praktikisht i nderuar xhefeni se sa shoqënia ka nevojë për aspektin fetar. Është një zbardhësi e brendshme që nuk mund të mbushet me asgjë. Edhe është dëshmuar që sa kam lexuar para disa kohë disa përpjekje shkencore që janë duke bërë tash studime sociologjike kryesisht, po të natyrë tjera lidhen me njeriu. Janë të habitur me këtë kërkesën e vazhdueshme të njeriu për të besuar diçka, për të besuar Zotin. Dhe çfarë kriza po i shkakton njeriu mungesa e besimit të njeriu. Nga se kanë studiuar dhe njeriu historikisht dhe kanë pa se sikur që dini shumë kultura kanë dalluar nga njëra tjetra. Njëra kulturë për shembull është organizuar në këtë mënyrë e kështu me radhë, ndërtimet edhe arkitektura ka qenë dalluar nga kjo kulturë nga kjo kulturë, mirë po e mbruesi përbashkët i të gjitha civilizimeve dhe të gjitha kulturave ka qenë besimi. Elementi i besimit ka qenë prezant te të gjithë njerëzit në të kaluarën edhe tash. Ndoshta i deformuar, ndoshta i manifestuar gabimisht, por kjo më kuptoi se ai ka pas nevojë. Kur ka një udhëzime të duara, ja ka qelluar, kur s'ka një udhëzime të duara, ka gabuar, por gjithmonë ka thënë më ndihmoni se un kam nevojë për këtë aspekt. Edhe tashmë duke studiuar se cili është ai gjën përgjegjës
domethënë për të njeriu që po e kërkon besimin. Ata po tentojnë me e materializu këtë aspekt, nuk mund të bëhet kjo. Edhe për kufizuar. Normal, andaj e kanë quajtur opton gjeni përgjegjës për besimin, duke kërkuar cili është ky gjen që ta ushqejë me diçka të caktuar. Kjo nuk mund të arrihet, është nga se nuk është gjen, është natyrshmëri. O diçka shumë e madhe se çet e natyrës së gjeneve të njeriu. Patjetër, nuk ka me gjenetikë, ka me natyrshmërinë njerëzore. Qenia e njeriu të kërkon këtë çështje. Dhe njeriu kur është i uritur, çfarë ndodh? Tërbohet. Apo, para njeriu nëse s'ka bukë mongur si tërbohet. E paramendo kur shpirti i tij është i uritur, kur zemra e tij është e uritur, kur brendia e tij është e uritur, sa i tërbuar bëhet ai pastaj për shoqërinë dhe për rrethën tjetër. Prandaj Islami jep ushqim të duhur, të mjaftueshëm që njeriu ta qetëson, ta ngop, ta bën me të vërtetë të kompletuar, të plotësuar në çdo aspekt e që pastaj nuk ka rrezik për ti. Përkundazi bëhet i dobishëm sikur që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ehabbu nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Muhammed alayhi sallam tha, njeriu më i dashur tek Allah, shikoj atë që Allah më shumë të don, kush është ai? Ai që është më i dobishëm për njerëzit. Do sa më dobishëm për njerëzit, më tepër Allahu na don. Efendi, flitet për edukimin e egos, apo zbutja e egos në psikologji. A mund të jetë një nga esencialet në drejtim të ngritjes edukative të mirëfillt fetare të Islamit. Nëse ja edukojmë egon, është më produktiv, si e thonë këtë. Nga veçoritë e edukimit islam që nuk i tham atje nga se ishte koha e shkurtër dhe munduam të themi ato kryesorët, është edhe se koncepti islam, domethënë i edukimit dhe i formimit të njerëzit është edhe koncept mesatar. Sikur që aluduam dhe është koncept mesatar. Çfarë nuk kupton mesatar? Për shembull, nëse i qasim egos të njeriu, epshët të njeriu, ose anës kujtës njeriu po. Islami ka qasje shumë të balancuar dhe shumë mesatare. Mes asaj e cila e shfrynon tërësisht, on që realisht njeriu punon për t'u përgjigj kërkesave të egos, kjo është shumë e rrezikshme, dhe teorive që synojnë me e zhbë egon e njeriu. Ta fikin komplet e kaj, përmes i kanë ata disa praktika, trajnime të caktuara, se si njeriu domon ta fik epshin, mos këtë epsh fare, dhe kjo është rrezikshme. Andaj Islami e pranon elementin e egos tek njeriu, e pranon. Mirë po e disiplinon duke ia treguar vendin ku e ka. Domthon, si e bën këtë Islami? Shkurtimisht. Fillimisht ja përcakton mbikëqyrësin e duhur. Shumë është më rëndësi kush po të udhëheq. Shumë është vendimtare kush është mbikëqyrësi. Shumë është më rëndësi. Kush e mbikëqyr epshin dhe egon, e mbikëqyr logjika e njeriu dhe e mbikëqyr besimi i njeriu. Do thotë ato që egoja nuk ka mundësi me i konceptu për shkak se i mungon aspekti intelektual dhe aspekti i besimit, apo përgjegjës për këtë është besimi i tij, thotë jo, kjo nuk bën. Ose duke e eliminu komplet nga kërkesa, nga lista e kërkesave, kërkesën e caktuar, eliminu tërësisht, s'bën kjo, ose duke ja vendu kufit. Lejohet kjo, ama dikta këto kufi. Për të kufi është e dëmshme. Nga se egoja nuk din të bën eliminimi tilla. Egoja nuk din të eliminon faktor të dëmshëm, nuk din, as nuk din të bën kufizimet. Prandaj, Islami përcakton mbikëqyrës besnik dhe kompetent që t'ja rregullon listën e kërkesave egos, thotë kjo është lista që duhesh ti me pas kërkesa, dhe këtë listë pastaj ja përcakton në bazë të kufive të mjaftueshëm që njeriu i duhen. Dhe kjo është ajo pjesa edukative e egos njeriu që njeriu pastaj realisht ka ego, ka epsh, patjetër se është pjesë e domosdoshme e qenies njerëzore, mirë po me listë tash të formuar nga ekspertët, që është logjika dhe besimi i njeriu, dhe pastaj duke kufizuar që mos të del në ara të huaja nga se pastaj është e dëmshme, normal. Efendi, faktikisht ju dhatë shumë mesazhe, por ajo që po i mundon popullatën, sidomos ne po i flasim xhamatit, të shikuesve edhe natyrisht janë të interesuar se si do të shkoj puna, nuk ka mundësi që të futet kjo edukat, që kaq bukur e kompleton njeriu. A nuk mund të futet në për mësimet shkollore? Kjo është kërkesë e kahmatshme duke filluar nga Bashkia Islame,
pastaj edhe nga komuniteti musliman, nga xhamati, është kërkesë e kahamashme dhe shumë e drejtë dhe shumë legjitime, për shumë aspekte dhe për shumë arsye. Shumë vende të botës civilizuar dhe me sisteme të avancuara të edukimit edhe të arsimimit realisht e kanë mësimbesimin pjesë të kurikuleve të tyre mësimore. Andaj nëse ne aspirojmë që të jemi pjesë e familjeve të tilla progresive dhe të suksesshme, atë nuk duhet që të kemi qasje selektive ndaj këtij aspirimi, apo të marrim atë që na përshtatet, të lejmë atë që nuk na përshtatet, nga se çdo seleksionim realisht shkakton gjymtim dhe padrejti. Prandaj konsideroj që këtë çështje duhet vetë të kryhet, të merr fund dhe njerëzit të japet përgjigje e duhur pozitive për të futur mësimbesimin në shkolla. Kjo është e para. E dyta që kisha pas dëshirë të them këtë nderuar efendi është se ne nuk duhet që tërbarrën e edukimit dhe të gjitha problemet tona të adresojmë mësimbesimit. Nga se kjo mund të prodhon pastaj një zhgënjim kolektiv. Futet lënda mësimbesimit, mirë po prindrit ende të pavëdësuar. Apo pastaj faktorët që rrezikojnë për edukativ të lirë në shoqëni nuk penalizohen dhe nuk nalen. Për shembull, shoqënia jo e mobilizuar sa duhet për edukim, duke e lënë ushtarën e vetëm në betejën e edukimit në mësimbesimin, nuk mund t'ia dalë. Nuk mund t'ia dalë një arsimtar me një orë një javë në shkollë që të lufton gjithë këtë deformim që është shkaktuar shoqënia, është e pamundshme. Prandaj nuk duhet njerëzit që të ikin nga përgjegjësitë dhe të mendojnë se duke u futur lënda mësimbesimit gjitha problemet tona shërohen. Dhe momentin kur kjo lëndë futet dhe nuk shkojnë ndryshime kush e çfarë ndoja, thonë që edhe këtë futem nuk ndodhi. Ne nuk po themi se lënda mësimbesimit është shkop magjik. Posa të futen në shkolla, gjitha problemet harrohen dhe largohen. Absolutisht. Mirë po, ai duhet nxënësve tanë që të dëgjojnë për këtë, për të orientuar mendjen ka duhet, për të kontribuar së bashku në procesin e edukimit po i duhet shumë. Nga se po i mungon. Mirë po, në qoftë se kemi qasje bashkëpunuese mes vete, atëherë mund të dalim. Po në qoftë se kemi qasje ngarkuese, nuk mund të dalim. Çfarë kuptimi ngarkuese? Krejt barën e këtij procesi kaq të komplikuar, kaq domon të madh dhe kaq me peshë të rënd shoqëni, janë ngarkuar për shembull mësimbesimit. Edhe me një orë një javë, edhe sikurse të jetë fakultative para mëna, me gjitha këtu kufizime dhe me gjitha këtu handikepe, të kërkojmë që të bënë diçka që s'u po bëjnë njerëzit me shumë ore, me shumë lande, me shumë mundësi tjera. Prandaj unë jam fuqishëm për të futur landa e mësimit në shkollat tona, mirë po jam që njerëzit të vazhdojnë obligimet e tyre. Landa fetare bën punën e vet. Janë aty njerëz ekspert të tjerë që kanë me bëu këtë çështje, le të vazhdojnë si proces i zakonshëm normal dhe shumë i drejtë për popullatën. Mirë po, kjo absolutisht në asnjë rrethon nuk i shkakton prind nga presia, nuk e shkakton shoqëni nga presia, nuk e shkakton individin nga presia. Mbetemi me presi. Prandaj unë konsideroj i nderuar efendi se ne kemi nevojë për një vedije kolektive ka shi presive që i kemi. Neve na mungon vedia. Në kuadër se vedia na mungon mësimbesimi. Dhe mësimbesimi nuk është faktori i vetëm që do të na vëdëson, por ka shumë faktorë tjerë që duhen të bashkëpunojnë mes vete dhe çdo kush nga këndi i tij të godet në këtë problem që përmenda më herët dhe të vëdësohemi për presi, për kompetenca që kemi, nga se nuk është zgjidhje hudhja e fajit. Ne për shembull po shumë probleme që kemi ja hudhim fajin mësuesit, ja hudhim fajin atij. Ne jemi në shoqëri që kemi probleme marr përgjegjësinë. Ne shohim për njëri bën një faj dhe nuk e ka guxim të thonë më falni se kom bë faj. Ne kemi problem familjar, prindi për shembull, nuk e ka guxim të thotë fëmijëve më falni. Burri nuk e thotë gruas më fal, unë jam burr, s'kërkoj falje, apo kërkim falje është njerëzi, është burrni. I thuaj gruas tënde më fal, lutem, kom gabu. Më fal të kom lëndu. Thuaj, le të jetë pjesë e fjalës fjalën më fal. Apo le dal kryetari i shtetit, le dal kryeministri, le dal ministri, le dal përgjegjësi i caktuar që kanë kompetenca në shoqëri, ku do qofshin. Më falni, është dashur këtë talzon, nuk pata mundësi. Kërkoj falje. Le të mësojmë me kërku falje. Mësuesi, drejtori i shkollës, fëmiu e kështu me radhë, kena bën të përgjegjshëm pastaj.
Nga se kërkim falja pastaj kërkan që tashmë mos ta përsëritim gabimin, po t'jemi shumë më të mirë. Andaj mendoj që kjo është vedia që neve na duhet e që i kontribon shumë kësaj vedie mësimbesimi, por jo vetëm. Efendi, shumë faleminderit. Ishte gjithë emisioni për plot mesazhe, për plot porosi dhe për plot sqarime. Ne ju falenderojmë shumë. E lutim Allahun fuqiplot që t'ju shpërblej me shpërblimet e tija. Pasi nuk na premton koha, atëherë po mbyllim për sonde me shpresa se do të takohemi sërish inshallah. Po inshallah. Derisa takohemi, atëherë po ju falenderojmë edhe një herë. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe juve teleshikues ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Lutemi që Allahu të ketë pranuar të gjithë veprat e mira, të gjithë ibadetet dhe miru takofshim radhën që na vjen. Deri atëherë ju lëm në kujdesin dhe mbrojtjen e Zotit fuqiplot.